Ke fëmite? Po, e kam një vajzë me aftësi të kufizume. Qësh është jeta për ty? Allah i ronë, se gruja gjithë ditën të jek pampirsa, me pampirsa është. Sa vjeçare është? Po, është që tash 23 bjanë. 23. Po. S'kemi shka me bo. Që tash i ndodhë njerit, ka raste ma të këshia, Sa mirë që e ki atë vetbesimin, atë zemrën plot, e disa mirë është që nuk je dëshpru asë njëherë. Ja, më dëshpru që më dëshpru asë njerë, dhe s'muj më dëshpru se që tash e ka falë Zoti, unë e kom menu normal, po e ka falë me aftësit kufizume edhe që tash s'kam shka me shbo. Ko që kanë bo pore e sen, e shqyqyr që kanë bo e sen, po fështirë për me dhonë porët, më të dhonë vë shteti është për na mojtë valoj mirë, apet për shtetit ma mirë. Pa infos ju jeni? Në Sërselimi. Në Sërselimi. Ka Ferizaj. Pi Ferizajt. Basa Naser, qka ka ndryshu tek koha? Te koha ka ndryshu. Jo te koha, do më thonë se njerëzit e binë kohën, po që po thojnë këto të rritë, unë shpesher në për jetës sociale, po shë nanat braktisur, prind braktisur, qëfar mendimi ki më në dhanë për këto? Po që tash ato ndodhin braktisja. Vërtet është që ndodhë braktisja, po qësh mundët një fëmi, ose një prind me përzon një fëmi, ose një fëmi me përzon një prind? Aty ka pas dhunë familjarë, me siguri që jo ndo. Po pishkajt ka natë qëtë gjë? Po pishkavit vëlloj vetë ju vinë ato, ku me ditë qësh ju vinë njerëzve. Mish vetë ju po vëlloj vinë. Ke fëmite? Po, e kam një vajzë me aftësi të kufizume. Qësh është jeta për ty? Allah i ronë, se gruja gjithë ditën të jek pampirsa, me pampirsa është. Sa vjeçare është? Po, është që tash 23 bjanë. 23. Po. Edhe jeta për juve është? Ja, jeta, na përmenumi me dek, kur desëm, kur na mi alon, kur se këshyrë, s'ka kur se këshyrë që dërkosh. Që ato përmendojna. Po, a pionimon dikosh, a për ka përmend? Ndim sociali morëm 300 era, për qik, për vojs, une një ndim sociali e ma 120 era, edhe ka pak një vojzë e kam të modhën të martume është në Slovit Ljopjanin në Amerikë, me gjithë burë. Djallë s'ki? Ja, djallë s'ka. Edhe jeta për ty është? Ja, jeta është normal, së kur i njerës tjerë, normal. Nuk dëshpërona? Ja, nuk dëshpërona, ja. Me social jeton edhe thu që... Po me social valoj që 17 vjetë. Vajza fol? Po, me full. Vetëm me pampirsa që? Po, me pampirsa është, po, valla. Po, a lypa jo, a kërkon, a ka kërkesa, sa po mund është mja dalë, një realizu? Valoj, me që ato pare të ja realizu se me tjera s'ka. Sa vjeçarje? Unë jam, që tash do i bëj 60. 60 vjetë? 60 vjetë. Nusja? Nusja, që ashtu 60 i banë. Edhe bashkë këtu dy të këshur një ashtë vajzë? Valoj bashkë e këshyrë më atë vajzë. Vajzë, i boni 23 vjetë, ka të që ashtu për fëmi i te që tash. S'kemi shka me bo. Që tash i ndodhë njerit, ka raste ma të këshia, Sa mirë që e ki atë vetbesimin, atë zemrën plot, e disa mirë është që nuk je dëshpru asë njëherë. Ja, më dëshpru që më dëshpru asë njerë, dhe s'muj më dëshpru se që tash e ka falë Zoti, unë e kom menu normal, po e ka falë me aftësit kufizume edhe që tash s'kam shka me shbo. Që ka na vjen prej Zotit është mirë se ardhë. Mirë se në ardhë. Zotit njerëzit e mirë i sprovan. Po, i sprovan, vëlloj, gjithë kanë e sprovan Zotit. E vërtet. Po, vëlloj, i sprovan. E ku gjendë është ti, bashku e ki shpijen? Shpijen e kam në kodim gjamija për varash që shka në rruga, që atë në kodim jemi me shpite në rekoruf. Nëse kish dalë dikush më të dhanë një ndimes, diçka, qka kishe dasht? Vëlloj, s'po di shka me dhona, po s'ka me njerës që japin vëlloj. Ka, njerëzit shumë ka. Ka që kanë bo pore e sen, e shqyqyr që kanë bo e sen, po fështirë për me dhonë porët, më të dhonë vë shteti është për na mojtë vëlloj mirë, apet për shtetit ma mirë. Po. Komuna ajo ka rregullu kushtet, sepse ajo do të kushte të veçanta për karrocë, për... Po, karrocë ato ne kanë dhonë, Po jam rritë ato shkallët e veçanta... Hypë, mundet me hicë.
mundet me hecika edhe hyp shkallëve edhe hen mrena, në dhomë. A mundet me hecë? Po, mundet me Po hecë. pse është me pampersa? A me parëse s'ka zan heq kur jas. Kur ta ka nevojë s'ka zan heq. S'ka zan. Si punon truni si punon. Me aftësitë kufizuar me vëllai. Zotit një mot. O, falënderit shumë edhe juve kjo intervistë ku është TV Kosova Infos. Kosova Infos. Falënderit Shumë shumë. Zoti bac, inshallah më rëzot shihemi me të mira. Ai shihemi me të mira. Faleminderit shumë. Çdo prind duhet mu respektu e çdo familje duhet mu vlerësu so sakrificën e bajnë prind për me rrit një fëmijë e sot na shohmi fatkeqësisht nana që janë braktisura prej fëmijëve dhe pas një interviste që e kam pa sot edhe në Ferizaj e takova rastisht këtë prind I cili vërtet më ka bën majitur sepse e ka fëmijën me aftësitë kufizume dhe nuk ndërzohet kur edhe nuk dëshpërohet për asnjë lloj gjaje. Këto janë prind tan e ju të dashur që respektoni nanën edhe babën tuaj sepse ata e kanë dhënë gjysën e jetës vetëm për ju të jeni të lumtur. Kështu që respektoni prindrit.